nuk qajtën as qielli e as toka dhe atyre nuk ju dha afat. Ndërsa ne i shpëtuam Beni Israilit prej vuajtjeve ndënçmuese. Prej faraonit, vërtet ai ishte mizor i pakufishëm. Ne i patëm zgjedhur ata, besimtarët, Beni Israilit, me vetdije ndër njerëzit e asaj kohe. Dhe u dham argumente mrekulli në të cilat patëm përvojë të qartë. E këta populli yt me siguri do të thonë: s'ka tjetër, vetëm ajo vdekja jone e parë dhe ne nuk do të ringjallemi. Nëse jeni të vërtet çka thoni, u thon Muhamedit e besimtarëve, na sillni pra në jetë etërit tan të vdekur. A janë ata idhujtarët më të fortë apo populli i Tubeit dhe ata që ishin përpara tyre? Ne ata i zhdukëm sepse ishin kriminal. Ne nuk i krijuam qejtë e tokën dhe çka ka ndërmjet tyre pa një qëllim. Por ne i krijuam të dyja me qëllim të caktuar, mirëpo shumica e tyre nuk dinë. S'ka dyshim se dita e Kiametit, ku kryhet gjykimi, është caktimi të gjitha atyre. Në atë ditë nuk bën dobi asgjë miku për mikun e as nuk mund të ndihmohen. Përjashtim bën ai që e mëshiron Allahu, se ai është ngallënyesi i mëshirshmi. Është e vërtet se pema e zekumit do të jetë ushqimi mëkatarëve, vlon si katran, si peshkveja në barqet, ashtu si vlon uji i val. U thuhet engjive për mëkatarin, rëmbene e grahne në mes të xhehenemit, dhe hullni mbi kokën e tij ujin e val e shtonja mundimin. I thuhet, shijoje se ti ai i forti i autoritetshmi. E ky është ai dënimi për të cilën dyshonit. Vërtet, ata që i patën frikë Zotit janë në vende të qeta. Janë në xhenete e në burime që rrjedhin. Veshin petka nga mëndafshi e kadifeja ulur ballë për ballë. Ja kështu edhe i martojmë me bardhoshe symëlla me hyria. Aty kërkojnë të sillen çdo lloj peme dhe aty janë të sigurt. Aty nuk do të përjetojnë vdekjen përveç asaj të parës në dynja. Ata i shpëtoi Allahu prej vuajtjeve të xhehenemit. Ato të mira janë dhurat nga Zoti yt, e ai është shpëtimi i madh. Ne u a bëm të lehtë atë, Kuranin, në gjuhën tënde, ashtu që ata të marrin mësim. Me që nuk po marrin mësim, ti pra prit se edhe ata janë duke pritur. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Ha Mim. Spritja e librit është prej Allahut, të gjithfuqishmit të urtit. Për besimtarët ekzistojnë argumentet në qiell dhe në tokë. Për një popull që sinqerisht është bindur, ka argumente edhe në krijimin tuaj, edhe në krijimin e shtazëve të përhapura. Edhe në ndërimin e natës e të ditës, në atë furnizim që Allahu e lëshon prej qiellit dhe me të, pasi të ketë dekur e ngjall tokën, edhe në qarkullimin e errërave për një popull që logjikon, ka argumente. Këto janë faktet të Allahut që po t'i lexojmë ty në mënyrë të saktë, cilës fjalë pra, pos fjalës së Allahut dhe argumenteve të tij, ata i besojnë. Çdo gënjeshtar e shumë mëkatar është i shkatruar, që i dëgjon ajetet e Allahut të cilat lexohen e pastaj vazhdon prapë si mendjemall, sikur nuk i ka dëgjuar ato, atë lajmëroje për një vuajtje të dhëmshme. Edhe kur të mëson diçka prej ajeteve tona, ai merr ato për tallje, për të tillët pason një dënim shtypës. Përpara tyre e kanë xhehenemin që i pret dhe nuk do të bëj dobi asgjë ajo që kanë fituar e as ndihmësit që i adhuruan pos Allahut. Ata do të përjetojnë një dënim të madh. Ky Kurani është një udhërfyes i plot, e ata që nuk i pranuan ajetet e Zotit të tyre i pret një dënim më i mundimshëm. Allahu është ai që për ju e nështroi detin që me lejen e tij të lundrojnë anijet nëpër të, që të kërkojnë begatitë e tij, ndaj falënderonie. Dhe për ju nështroi gjithë çka në qiell dhe çka në tokë,
një mend për njerëzit që mendojnë thellë, në to ekzistojnë argumente. Thuaj ju atyre që besuan, le t'ua falin atyre që nuk presin dëshkimet e Allahut, pse nuk besojnë, ashtu që ai vetë ta dënojnë një popull për shkak të veprave që bëjnë. Kush bën vepra të mira, bën për vete, e kush bën keq, bën kundër vetes, pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. Ne u patëm dhënë Beni Israilive librin dhe pejgamberllëkun dhe aftësi për të gjykuar në mes të njerëzve, i patëm furnizuar ata me të mira dhe i patëm dalluar nga njerëzit e tjerë. U patëm dhënë edhe faktet e qarta për çështjen e fesë, mirë po, për shkak të zilisë që kishën ndërmjet vete, ata u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dija që ta kuptojnë. S'ka dyshim se Zoti yt në ditën e Kiametit do të gjykojë në mes tyre për shkaqet e përçarjes së tyre. Pastaj ne të vum ty në një rrugë të drejtë të fesë, pra ti ndiqë atë e mos ndiq dëshirat e atyre që nuk dinë. Ata nuk mund të mbrojnë ty për asgjë te Allahu, zhullumçarët janë miq të njëri tjetrit, kurse Allahu është mbrojtës i besimtarëve të devotshëm. Ky Kurani është dritë e dijes për njerëz, është udhëzuese mëshirë për një popull që beson bindshëm. A menduan ata, të cilat vepruan në të këqija, se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre do t'i bëjmë të barabartë me ata që besuan dhe bën vepra të mira? Sa i shëmtuar është gjykimi i tyre. Allahu krijoi edhe qiejt edhe tokën me një drejtësi precize, e për t'u shpërblyer secilit njeri me veprat e veta, atyre nuk u bëhet e padrejtë. A e ke parë ti, Muhammed, atë që duke e ditur dëshirën e vet, e respekton si Zot të vetin, atë Allahu e ka humbur, ja ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e tij, ja ka vënë perden mbi të parit e tij. Më thuaj, pos Allahut, kush mund ta udhëzojë atë? A nuk merrni mësim? Ata edhe thanë, nuk ka tjetër vetëm se kjo jetë jona në këtë botë, po vdesim dhe po lindemi dhe asgjë nuk na shkatërron tjetër pos kohës. Ata për këtë nuk din asgjë, ata vetëm fantazojnë. E kur atyre u lexohen ajetet tona të qarta, ata nuk kanë fakt tjetër pos të thonë, nëse jeni të saktë na sillni të gjallë prindërit tanë. Thuaj, Allahu juve ju jep jetën dhe ju bën të vdisni, e jo koha, mandej do t'ju të bojë në ditën e gjykimit për të cilën nuk ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk dinë për fuqinë e Zotit. Sundimi i qiejve i tokës është vetëm i Allahut, e ditën kur ndodh Kiameti, atë ditë mohuesit dëshpërohen. Dhe atë ditë e sheh secilin popull thirret te libri i vet, shënimet e veprave. U thuhet, sot shpërbleni me atë që e keni vepruar. Ky është libri ynë, shënimet e veprave tuaja që dëshmon të vërtetën, të saktën, ne kemi kërkuar të shkruat se ç'vepronit. Sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre i merr ata në mëshirën e vet, në xhennet, e ai është shpëtimi i madh. E sa u përket atyre që nuk besuan, u thuhet, a nuk ju patën lexuar argumentet e mia, e ju bët mendje mallësi dhe ishit popull i zhytur në mëkate. Edhe kur u thuaj se premtimi i Allahut është dhe se do të vijë Kiameti për të cilin s'ka dyshim, ju thatë, ne nuk dim se ç'është Kiameti, e ne me dyshim menduam për te dhe nuk jemi të bindur.